الدنيا. هذا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Vazhdojmë sot dersin e radhës ose në takimin e radhës në lidhje me kapitujt ose temat e pastërtisë. Hera në fundit e morëm mbi istinxhan ose pastrimi nga nevojat fiziologjike, e që një mesele në fund në patmet e kem kaluar pa vetdije, pa vëmendje, e që ka qenë forma e kryerjes së nevojave fiziologjike që është fara për nevojën e vogël ose për urinën, e që ulemaja kanë folë gjëra gjatë në bazë të haditheve të shumta që kanë ardhur mbi formën se a është obligative me u kry nevoja vogël ulën, a është e lejushme në kam dhe ulën dhe s'kam dhe njëra formë obligim, e që hadithin ndryshme aja që është ma kërësore, ma bazike në te është që nevoja e urinës ose nevoja e vogël kryhet ulën, sipas fjalës së Aishës radhiyallahu anha, ku thotë se ai i cili thotë se profeti alayhi salatu wasallam ka urinu në kom, veç se ka gënyer, por shkak se s'ka ndodhur kjo punë. Mirë, po ata të cilët na tregojnë që Rasulullah alayhi salatu wasallam ka ndodhur në raste të rralla, por ka ndodhur që me urinu në kom, është rasti i njohshëm kur një nga sahabit thotë e kem veneru që Rasulullah alayhi salatu wasallam ka urinu tek vendi ku u mbledhshin borllogjet ose mbet urinat. Tani ulemaja kanë thonë që bashkimi mes tyre është që esenca, si në aspektin shëndetësor mjekësor, si në aspektin fetar, është që me urinu ulën. Në si forme, urina ka lënë ma lehtë se është ma e plotësume, pra nuk mbetet gjatë rrugtimit, edhe në aspektin mjekësor ashtu kanë thonë, dhe në dy është praktika e pejgamberit alayhi salatu wasallam, praktika muslimane. Po në tre është gjithashtu që njeriu ruhet prej stërpikave ose ruhet prej papastërtisë, që ka mallkim dhe ndëshkim të varrit posaçëm lidhje me mos rujtjen në nevojat fiziologjike. Ndërsa hadithi që potencohet se Rasulullah alayhi salatu wasallam ka urinu në kom është i saktë. Dhe kjo tregon për lejes. Kjo nuk tregon që është njëjtë në dispozit. Jo. Urinimi në kom është përjashtim ose është lejes. Për ndryshe, baza është ajo që thamë të parën. Ndërsa ky hadith na ka thënë që njerëzit mos me qenë të ngushtuar vetëm në një formë, por me qenë shariati më i zgjeruar. Ndërsa bashkimi mes tyre ka qenë që kanë thonë nëse jeni në një vend që toka është e butë, ose atë kur në njëri nuk është forcë me u kthy stërpikat, atëherë lejohet në kom. Megjithëse preferimi është gjithherë ulën për shkaqeve që i përmendëm. Ndërsa nëse vendi është i gurst ose i fortë, atëherë detyrohet njeriu që me urinu ulën. Për shkak se rujtja është shumë e vështirë, e në diçka që rujtja është shumë e vështirë, veç ati domi që sot keqe, e detyron të kundërshton me kon obligim. A është kjo? E që kjo pjesë na ka ikë sepse kur kem lexu pikat ose pyetjet ose rreshtat në këtë rrumbullaksim të kësaj enciklopedie, atëherë na ka kalu pa e vrejt. Ndërsa sot jemi në vazhdimsi të moraleve, të sjelljeve që kanë bënë me insanin, me individ, e që në shariat njihen si 10 natyrshmërit. Ashrun min al-fitra. Rregullat e 10 gjërave që i praktikojmë gjatë ditës dhe natës, e që njihen shariat pej fitrës. E çka është fitreja? Natyrshmëria. Po çka është natyrshmëria në këtë rast? Çka do të thonë kjo? A ka isme ju kjo meselën e herë? Ku pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, krejt fëmijët, krejt njerëzit lindin në natyrshmëri. Çfarë natyrshmëri është fjala? Një bashkë. Okej. S'po flasim për besim, po flasim për fjalën natyrshmëri. Çfarë natyrshmëri është fjala? Ke përmendur në tauhid kur kem folë këtë pikë. Pastër për shirkut. Po i pastër për shirkut, po apo të folë vetëm besim. Të ta ka në fik, fitreja. Atje ka pas kuptim, fitreja kështu. Fitreja ose natyrshmëria në shariat është
është aja natyrë, aja formë që Zoti ka kriju individin ose i ka kriju njerëzit në tërësi, në qatë formë, qatë kuptum, qatë drejtim, qatë natyrshmëri të krijimit. E cila është natyrshmëria e krijimit të njerit? Dihet. Sepse natyrshmëria e krijimit njerit dallon prej natyrshmërisë së krijimit kafshëve ose shpezëve ose ndryshme. Pra çdo krijesë ka natyrshmërinë e vet. Formën, mendjen, sa ka kufizuar ose zhvilluar, çka është natyrshmëria. Çka është natyrshmëria? E pse kem thonë në tauhid kur kem folur, pse kem thonë është mirë me di çfarë natyrshmëria, sepse njerëzit e marrin shkurtimisht. Kur ka thonë Resulullah alayhi salatu wasalam, njeriu lind natyrshmëri, ai me kaq e ka lënë, s'ka thonë natyrshmëri në Islam. Ka thonë në natyrshmëri. Po vazhdimi i hadithit që prindri ose e ndryshon natyrshmërinë e bën krishter, ose ndryshon natyrshmërinë e bën jehud, ose e bën zjarpotist. Çai vjen? Që ai i ka dhonë diçka që çike diçka ja ka ndryshuar që me cilën u kriju. A kupton çfarë natyrshmëria? Se nganjëherë me të kundërtën kuptohet gjoja. Me të kundërtën kuptohet stota. Pra tash a di çka është natyrshmëria? Natyrshmëria është ato që të ka kriju Zoti. Në momentin që del ndryshe, bëhesh ndryshe, atëherë ke dalë për natyrshmërisë. E që soi gjysën që mi thon, edhe në arabisht në thana xhut nuk është me një fjalë. Se s'ka ndaj term më shumë se sa fjalë natyrshmëri. Po ka shpjegim, se për shkak arabisht thonë et-tab'u as-sawiyyu. Aja natyra me të cilën është lindjes njeriu ose është rendit insani. E kupton? E tash. Sekreti i Islamit është se zbritja e Kuranit dhe Sunet ka ardhur në përputhje me çet natyrshmëri. Por që ata njeriu që e vazhdon Islamin, që mbetet musliman, i bjen që s'u dal për natyrshmërisë. Pse? Pse? Sepse nuk ka vënë diçka që është e kundër me natyrën. E çati njeri. Sepse kjo është nuk është filozofike, është shumë e mirë po ta kuptojmë se ke shumica e njerëzve sa devotë kur thonë po njerëzit janë muslimanë sepse kanë një musliman. Kjo mundet mu kuptu, po jo në radhën e parë të fjalës. Hadithi nuk ka fol por Islamin dhe natyrshmërinë. Hadithi ka fol veç për natyrshmërinë. Po më pastaj në shpjegim neve gjojmë që ky Islam që na ka obligu Zoti është i njëjtë me natyrshmërinë. Ama këto janë dy sene. Ashtu kjo është kjo. Sepse mos me kuptu që të fjallin natyrshmëri si duhet, mos me kuptu. Njerëzit në për debatën këtë qalim e kanë. Sepse ajtë të mund të me thonë, po të së në kupton për haditheve që natyrshmëria është Islami. Se së shpunen drejt për drejt. Po pse na kem drejt me thonë që natyrshmëria është Islami ose Islami natyrshmëria, sepse në praktike na gjithë është e njëjtë. Çeve një fjallë tjetër, bote kjo është kjo më shumë. Për shembull, e këtë ndryshu fjallën që ka thonë ulemoja gjithherë, edhe përdorëm edhe na, për na si musliman kohën e sotit. Çdo sa që është Islami është edhe logjike. A që është? Tash na pe praktike se këna po. Që çdo sa që të ka thonë Zoti në Kur'an dhe pejgamberi në hadith, ka mos i trunit se ka, ose skenca se ka zbuluar për moment që zbulon, ka më po që është e njëjtë. Çai bën kjo bën që Allahu ka dashur që kjo fe që në Islam ju përshtoshën natyrë që vetë ka kriju, vetë ka zbrit këtë, ka zgjedh, vetë ka kriju këtë individ. A jemi të qartë tash? Kështu që është mirë me diçka natyrshmëria. Natyrshmëria është ai pa animi. Ai pa animi kërka. E tani, por moja kanë thonë, pse kem drejt mi thonë që natyrshmëria çon te Islami? Se këtë që të bjegim e dhamë për që të fjali. Pse kem drejt me thonë që natyrshmëria të çon te Islami? Sepse kanë thonë nëse Islami njëri të pandikum prej çarsheve ndryshme, madje pandikum edhe pe shpjegime fetare. Zemra ati natyrshmëria ti ka me anu ka tauhidi, po jo nga Islami. Sa dallimi? Islami është shumë i gjanë, Islami ka rregulla. Kurse tauhidi është njohja e Zotit. Kjo natyrshmëri që njëri ka që ka lidhë me te, anon ka një krijues. Sepse kjo është e natyrshme. Mirë po fjala anan, ato që e lën vetëm të i pandikum, anan ka tauhidi. Çai bën? I bën gjithashtu që njeriu kur polet ka me tauhid, me natyrshmëri me fitra,
nuk ka i koordinum, ka islami, as nga një fe tjetër. E që ta është mirë me pas parasysh se musliman shpesh e regabon. Tjetër është që natyrshmëria jonë njerëzore anon ka Zoti. Tjetër është me lind musliman. Kuptot? Ta mos i njerëzit lindin musliman. Jo, Allah ka dashur që nuk i merr në pyetje derisa ti mosh madhore. Edhe Allah ka dashur i ka kriju në një formë që vetvetijo e urrejnë shirkun. Edhe pe fëmijëve, pe atij që është nën moshën madhore, ç'a lypet? Lypet tauhidi, nuk lypen praktika tjera. E që kjo është e përputhje me qëta, ka se ai ka pejti vin, ai ka rëndit, ai ka kriju, ai me kjo. Andaj mirë është me ditë që është natyrshmëria, sepse në tauhid ti mund të thuç ashtu. Edhe ato me tolerim. Ama në fik që shkimi e spjegu të natyrshmërinë. E tash pse po nuk e spjegim ka gjëra gjatë tek çështja e fikut, sepse krejt çto pika që kemi spjeguar sot janë të natyrës njerëzore. Pikun pe natyrës njerëzore. Tani janë pe natyrës fetare. E pse po them mas folë pe natyrës njerëzore, sepse i japin njeriu bukuri, i japin qëndrim, i japin tamam cilësi njerëzore. Po Allah i madhur kur e ka zbrit shariatin, ka thonë këto janë gjithashtu dashnë edhe tek unë. Çto cilësi të natyrshme që i praktikojnë ka njëherë musliman gjithsesi, po ka njëherë edhe jo musliman, i praktikojnë qëto. Se janë të pacha, janë të mira. E Allah ka zbrit kanon, ligj, shpallje që qëto që i bën jo, edhe Zoti i dan. Edhe kësi se janë bo, pe rregullit kosmologjik të përditshëm, janë bo edhe në aspektin fetar. Prandaj ligjen këtë bo çfarë lloje shikim dy lloje. Diçka që edhe truni jetë e kapsh ashtu. Edhe bota ka ecë në çat sistem. Po ka zbrit Zoti ajetin ose hadithin që edhe fetarisht është e dashur. Edhe këtu i bin dy pëlqime. Pajtoshmëria e ligjet kosmologjik edhe ligjet fetar. Ka njëherë ka mundësi ne ballafaqohemi me një ligj kosmologjik kësaj bote, po Zoti s'e don. Se për shembull, pse ekzistojnë kriminalët? Kjo është fakt, kjo është ndodhi kosmologjike, po Zoti s'e don, po ai ka toleruar me ndodh. Po gjendja e një namazliu ose një personi me tauhid është ligj kosmologjik, se na shoh për ditë. Po edhe është ligj fetar, se Zoti e don. A kuptu? Pra këto dy ligje hinë gjithkund në botë. E kush i monitoron normalisht i kontrollon Zoti i gjithësisë, por nganjëherë ai vetë ka toleruar që më ndodh diçka në kozmos, edhe pse s'e don. Po na ka kallëzu këto se du mos e bë. Po e ka leju më ndodh. Për arsye tjera, për shkaqe ndryshme ose për mundësi. E tash, tek çdo gjërat e natyrshme, mundu me thonë, kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e Aishës, ashrun min al-fitra, 10 gjëra janë prej natyrshmërisë. Janë edhe në aspektin kozmologjik, natyrshëm, njerëzor, po edhe janë fetar. E a mundet dikush me i kundërshtu po mëre? Njerëzit mundën me i kundërshtu, njerëzit mundën mos i praktiku. Mirë po nëse i praktikojnë, bjen tamam përputhje me atë që është njeri, ose njerëzore. Edhe bjen përputhje me atë që Zoti e don. Cilat janë ato? Ka hadithe ndryshme. I pari prej tyre është transmetuar që ka thënë alayhi salatu wasallam 5 prej gjërave janë prej natyrshmërisë. Mirë po e kanë marrë këto të fundit e Aishës radhiyallahu anha, që transmeton një prej transmetuesve, e që vetë Musabi thotë e kum harru 10-ën, ka mundësi është pastrimi i gojës, dhe ashtu ulema e kanë marrë se kjo përputhet me te. E kanë marrë sepse përmend më shumë, sepse në disa hadithe përmenden nga 5, nga 7, këto janë përgjithësuar në 10. Cilat janë ato? Thotë e para është me shkurtu mustaqet. Me shkurtu mustaqet, çfarë veprimi është? Ke njerëzit e dojnë. Pa marrë parasysh musliman ose musliman. Po kjo është e natyrshme. Po pse ne na mëson feja, sepse don edhe Zoti. Tani kanë orë detajzimet. Sa na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë drejtë. Merr shumë mjekra. Shumë njerëzore. Po ato fetare. Me i pastru dhëmt. Sheria quhet es-siwaku, përdorimi i siwakut. Përdorimi i miswakut nuk është për qëllim me përdorat drumin. Edhe pse ka mos pajtim ose më disa thonë hin tana llojet e pastrimit. Kam në orë shpjegimin në detaj, disa thonë vetëm një lloj i përdorimit. U banë 3, e 4-ta me pastru hunën, istinshaku është me tërhjek
me frym, me tërhjek ujin, edhe me I fry hunve. E pesta me I shkurtu, thojt, e gjashta me I pastru nyjet, sepse nga njëherë të nyjet, si durë ose komës, nuk arrin pastrimi sot duhet, si kurse dora kur është ose koma kur është e drejt, ose kura. E shtata me I nuk, me I shkulli thojnë shqip, ose me I rujt nërsjetla që thojnë na. Të dy format përdoren, po feja I ka dhonë për pasi nuk jes, sepse ka pak dhe është vend I but, ka mundësi më nuk ma me letësi, për dallim pe I mjekrës ose qimeve në vende tjera, e që shkojnë të dallu. E këtë aspekt, shëriatin e ka lejuar që, dhe vim të kjo për gjithashtu në debat, ne ka lejuar që qka, më mënu me zhduk. Pra, s'ka të lashën, banë. Wa khalqul anati edhe me e rujt qimet që dalin në vendet e tërshme, për dy gjini normalisht, edhe këtë ka një spjegim se tek granimi lejohet këputja ose zhdukja ose përdërimi e asaj që quhet lejzer apo ngjajshëm. Sikurse tek nërsjetlla që kem drejt mi këput, ashtu është atë drejt me zhduk. Dhe e nënda thot intiqasul ma, mos duhon me kon kursimtar në ujë, mos me bo masraf që thëmë na. Dhe thot Musabi, thot e kum harut dhejtë, se këto bërë nëmë. Edhe thot menaj, kjo është menim, thot I jemi, që ka qenë pastrimi I gojës, edhe shumë I sa lema ose kretë lema, thot që kja është. Pse sepse në këto që u përmenen, që patën të bëjnë me këto? Shumica është në nëmë janë pastrimi I disa vende specifike trupit. Së është përmen abdesi, së është përmen pastrimi I dorës, ose I kokës, ose I meste. Po janë përmen në pjesë specifike që krejt njerëzimi janë qate. A më thënë dikush që është I logjikshëm që një pli valla, kjo është sa në këtë? Jo. Dhe që kjo është aja tema jo në sotit që është mirë me kuptu dhe prej kësaj me kuptu dhe fjallën, fitrat që ka I vjen, natyrshmëri. E që kemi të bëjmë me diçka që është shumë njerëzore, dhe që shëriati e ka miratu dhe ka lavdru. Po himi bërgjës e cilën nga pak. Por shkak se disa janë shumë shkurta, disa janë më gjata, mirë po e rëndësishme është me kuptu se masi I kuptu që shto 10 pika, 10 cilësi të natyrshme, të 10 janë shumë njerëzore, atëherë të kuptojmë në aspektin fetar. A kemi shpërblim? Edhe sa është miratimi I fesë. E para, shkurtimi I mustaqeve. Çka është dispozita e shkurtimit të mustaqeve? Ulemaja thojnë me konsenzus se shkurtimi I mustaqeve është sunnet. Çai bën kjo? Nëse njeriu I lën magat, s'prish punë. Mirë po, këtu e kemi një debat që pak sa është I vështirë edhe me sfjegu. Pse është I vështirë me sfjegu? Edhe kjo vlen vetëm tek këtë. Se të shumica e meseleve në shariatin tonë janë të qarta, ose është farz, obligim, ose është sunnet, ose është vepër që do ne bën, që do se bën, mubah. Kjo mesele është pak e ndihshme. Pse është e ndihshme? Sepse po gjithashtu të 10-tat, shumica ulemave, thuje me ittifak, s'ka thonë ijma, sa ka dallim mes pajtueshmërisë edhe mes konsensusit. Pajtueshmëria është shumica, ose gati të gjithë. Mundu me konë një me dallu. Kurse ittifak është aty s'ka të kundërt. Këtë mesele ka të kundërt. Ibn al-Arabi I Malikive thot që to veprime thot se shkurtimi mustaqeve, shkurtimi I thajve, rruarja e veneve tërshme dhe gjithashtu nërsjetlla janë obligim, vazhim. Por nyshe shumicë të tjerë gjithë thojnë që janë sunnet. Arsyeja pse këta ulema thojnë që të gjithë është sunnet është se kështu na e ka mësuar për ditëshmëria dhe kështu na ka mësuar Rasulullah alayhi salatu wasallam pa na obligu. Por ndryshe nëse himi në detaje, ka shumë prej tyre sera që dalin obligim. Çka dal obligim? Për shembull, e para ulemaja kanë thonë që me konsenzus të ulemave, me I shkurtu mustaqet është sunnet. Po nëse I thomi këtyn ulemave, nëse mustaqet nuk I shkurtojmë hiç, edhe I lami deri dalin këtë mi buz dhe kthehen. Thonë ke haram? Ke gjuna? Pse? Se është një hadith tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasallam dha autori përmendin më vonë, përmendin qitash se përsëritim gjatë kohës, që thot na ka, kështu thot sahabia.
na ka obligu Rasulullah alayhi salatu wasalam, na ka caktu Rasulullah alayhi salatu wasalam që mos milon thajt, steqet, në sjellat, vendet e tushme, pa i largu, pa i shkurtu, pa i hjek ma shumë se 40 ditë. Edhe numri i madh ulemove, edhe pse ka tjerë që menojnë, prape vazhdojnë që janë sunnet, nëse i kenon mi 40 s'bot nomi. Ama shumica ulemove thonë që është haram. E kuptu? Pra, si tërsi e trajtimit temës këtë janë sunnet edhe nifesh të sunnetet e fitra, sunnetet e natyrshmërisë, ama kjo s'do me thonë që është nuk hin obligimin ta. Sepse një për këtyre veprime cili është edhe çështja e sunnetisë. Është çështja e sunnetisë. Sunnetia është obligim apo është obligim? Është obligim. Në bazë fjalës sakt, është obligim. Mirë po, prap gjemi kanë herë tolerime, prap gjemi kanë herë shtrëngime. Është kjo është mesela është përgjithësisht. Tani, të shkurtimi i mustesheve, Rasulullah alayhi salatu wasallam ka thonë me 10 thonje. Në raste ka thonë ahfu ash-shawarib. Shkurtoni fort musteshet. Në raste tjera ka thonë anhiku ash-shawarib. Zhdukni musteshet. Në një rast ka thonë juzzu ash-shawarib, coptani ose shkurtoni musteshet. Në një vend ka thonë që shkurtoni musteshet. Tash këtu 3-4 shprehje kanë përdorur. Ulemoja kanë mos pajtime. Pse kanë mos pajtime? Se fjala që është ahfu ose ihfa i bjen në aspektin gjuhësor edhe me rujt. Por derisa ulemoja kanë një pajtueshmëri të plot. Cila është ai pajtueshmëri? Që nuk lejohet me i rujt mustaqet. Kurse fjala në hadith është me i shkurtu çash shumë sa që arrin tek rrumja mustaqet. Por rumbullaksimi i kësaj mesele, që mos me je hadithën për hadith, rumbullaksimi i kësaj mesele është kjo. E para, shkurtimi i mustaqeve është me konsensus të ulemave. Sa është shkurtimi? Shembull, Hazreti Omer radhiyallahu anhu përmendet që ai kalon këxhagat. Disa ulema thonë si kam rri hadithi. Se ka shumë sahabi që kanë jetuar në Medinë dhe për situata të caktuara se kanë ditë situatën. Pak është problematike, me thonë për Omerin këta. Mirë po, por mene që e ka posë mësirë pak ma të shumë ta, ma të gjallë. Po kjo është me thjesht, ama çështja është këtu. Tani, thojnë shkallëzimi është kë. E para, që ka thujë pajtueshmëri të ulemaja, bazë gjithë hadith është se kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam me shkurtu musteshit i rrok edhe këtë pjesë, e rrok edhe këtë pjesë. Komplet këta. Kjo është një, pajtueshmëri. Kemi na i kundërshtim, mundet me pas. Mirë po është kundërshtim i vogël. Sikur se rasti Omer që kalon më gatse sa që ka qenë. Normale. E dyta. Ka mos pajtim. A është që kjo obligim fetar, që kjo obligim i pejgamberit kur ka thonë shkurtani kemi obligim? A rrok shkurtimin standard, sikur se e kemi zakonisht na, dhe kjo është mendimi i shumicës së ulemave, apo e rrok deri tek rrumja. Ka thonë tu kemi 3 shkallë. Në ne kemi shkurtimin e zakonshëm. Për jashtim të Omerit. Në 2 kemi shkurtimin e shumt, sa që çast shumë i ka shkurtu mustaqet, sa që me pope i largu të ka do që i ka rru mustaqet. Që sojnë e thënë ihfa. Edhe në 3 është me i rru mustaqet. Ulemoja kanë përjashtuar këtë kategorinë e tretë. Kanë thonë është ndaluar me i rujt mustaqet. Mirë po është përmend që Imam Ahmedi rahimahullah për shembull ulemove thotë nëse ke vënë larg i ka thënë sikur me i rujt. Çfarë shumë i ka shkurtuar. Edhe ulemoja kanë thonë që nuk është rrujtje mustaqet. Mirë po e ka përdor hadithin ahfu ash-shawarib. Shkurtoni me shkurtim të madh. Dhe ulemoja sot në botën islame se të kalume, se deri sot e kësaj dite, jo këto 2 menime. E kanë hjek përjashtimin e mos shkurtimit, sepse është ndaluar, e kanë hjek që këtë ki pasare me hjek, e kanë hjek mendimin që këtë mbi shkurtu dhe këtë ne ja, ka thonë komplet hën, por i kalon 2 opsione. Prej tyne për shembull, Imam Taberiu, këta e kanë përzgjedhë dhe edhe ulemoja bashkëkohor, po edhe Hanbelit në veçanti, kanë thonë që krejt hadithe kur i qesu para veti, nuk ka kundërthonje.
Pse s'ka kundërthonje? Sepse thot suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam na ka ardhur neve në dy forma. Cili suneti i Mustafa na ka ardhur në dy forma. Ka thonë je i lirë me i shkurtu, edhe je i lirë me i bë ihfa, gati sikur po thojmë na me i rrujt. Po nuk e ke përdor rrumjen, po çka ke përdor? Ke përdor shembull pezomi me makinë, zerrën. Të dy forma janë të saktësuar në hadithe dhe këto dy forma janë të pranueshme. Kjo sipas kuj? Sipas ulemave bashkëkohor, sipas Imam Taberiut të vjetër, edhe sipas Lejnes Saudis, por ndryshe mëdhëbe tjera anojnë ka mendimi i shkurtimit, sikur të muhadithin, sikur të fuqahaja. Thojnë kë hadithi me i shkurtu shumë, sot që me urrujt, sot kjo është menim që duhet me bart kuptimin e hadithit të hadithi shkurtimit. Sepse së shpone e pejgamberi Zot që i ka rrujt, që i ka hjek qas shumë. Mirë po, mënoj që kjo meselja është ma e afert, cila meselja e lonjes në dispozicion të dy forma, po ma e afert në aspektin e natyrshmërisë, po edhe sheriatit është shkurtimi së sa largimi i shumë. Allah dhe mas mirë. Në ndë është çështja e lëshumjes së mjekrës. Mjekra është debat i gjanë. Andaj neve po e shkurtojmë ashtu që kanë shkurtuar ulemajnë këtë libër që mos me u zgjeru. E para, ka pajtueshmëri të plot. Tek krejt ulemajnë të kalumën dhe tashme, që rrumja e mjekrës është ndalume. A ka mendim të ulemave që e ka toleru, ka mendim, sidomos tek medhhebi ose ulemaja e Shafive. Mirë po, edhe Imam Nevaviu thot, edhe tjerë thonë, ajo është mendim i individëve, po jo përfaqësimi i medhhebit. Për ndryshe, katër medhhebet edhe medhhebe tjera e shohin që lëshimi dhe bartja mjekrës është obligim, si temë në veti. Me shumë mjekrën është obligim si temë në veti. Ose thujma ndryshe, rrujtja e mjekrës është ndalume. Tani si themi na rrujtja e mjekrës është haram, i bie që me lëshu është obligim. Kjo është. Tani, kjo është si bazë. Meselja matutje, sa konsiderohet lëshumi e mjekrës, sa do të me konë gjatësia e mjekrës, në krejt këto ka debat. Pse ka debat? Sepse nuk është transmetu ndonjë përkufizim. Por janë transmetu me dhjetra sahabët që kanë thonë, të sahabët nuk ka qenë e debatushme kjo mesele. Ka qenë e kjo është që tonë ka pos mjekër. Dhe vetë Rasulullah sallallahu ka pos mjekër. Tani kalojmë pike nëmër 3. Pika nëmër 3 është, pra e para ke pajtueshmëria për mos rrujtje, e dyta, debati shumë i zgjenuar, sa me konë, dhe sa konsiderohet që ulshu, a 1 milimetër, 1 centimetër e matutje konsiderohet që ulshu, apo kur bëhet shumë e madhe, edhe kjo është e debatueshme, dhe pika nëmër 3 është gjithashtu debatuese, sepse Ibn Omer dhe Abu Huraira kanë ndodhur që e kanë shkurtuar me një qabdha, një grosh kësaj saj. Tani përderisa Allah llogaritën mjekrën edhe këtë pjesë, atëherë mund të llogarit edhe me këtë. Ose mu ka kështu. Dhe përderisa është praktikuar në rast për raste pe sahabëve kjo formë, disa ulema më njëherë kanë anu ka ky menim. Dhe të tjerë kanë bërë menimin që me lëshu dhe mos me caktu. Dakor? Tani, numër 1 ke obligim me lëshu, dhe këtë s'ka debat, se është pajtueshmëri. Numër 2 është çështja e mos pajtimit sa me qenë mjekra. Menimi më i parafert që unë mendoj që mundet me konë më e afërt me shpirtin sheriatik edhe me afërsitë e haditheve është ai menim që thotë që nuk ka përkufizim të gjatësisë. Prej momentit që njeriu lëshon mjekër dhe duket që është mjekër, dhe e rritate, e lëshanate, e kultivanate që shka në hadith, rikhu, yani liha, i bie që kë posedon mjekër dhe e ka arrit praktiken.
Por derisa sahabët nuk na kanë kufizuar. Vetë pejgamberi s'na ka kufizuar I bie që pa mjekër nuk bën. Dhe debati I gjatësisë është debat më I tolerueshëm. Hanefit për I tyne për I bashkohore është një Zakaria Këndehlevuja ka shu një libër të vogël lidhe vetëm me qita. Aje shef që nëse elshojmë thot mjekrën në një lëshim që sikur njëri kur bëhet pa qeth, tek flakt ose tek mjekrën, thot aja s'konsiderohet mjekër tani. Pra, patjetër do të thonë mjekër vëllai që dallohet që mjekër. Jo thjesht vetëm Trikime. do të thonë, jo, nuk është mbytyje sasia, kjo është mbytyje gjatësia. Jo mbytyje gjatësia. Mirë po të tjerë sillet mes asaj që e tha. Por derisa llogaritet që është mjekër, atëherë e tolerojmë tjetrën. Dhe mendoj që kjo është mas afërti, po cilla mos me I qit caktim. Por me posedu mjekër. Çasoj që I thot populli, I thot tradita, I thot feja mjekër. Jo thjesht që shpom teket mu. Po që njëve që është mjekër. Dhe mendoj që detajzimet më të mëdha janë stërgjatje dhe edhe nuk është që na nxjerrin prej debati. E treta është çështja e misvakut ose sivakut. Kjo është gjithashtu prej natyrshmërisë, sepse kur e përmendim neve sivakun, çka është sivaku? Sivaku në sheriat është ose misvaku është përdorimi I një shtage, që I thojmë na, një dege të një pemë, aud që I thojnë edhe që ka pas emrin Arak, ekziston hala edhe sot kësaj dite, gjeni misvaka që ka emrin Arak, arabisht e kam përshkruar anglisht, Arak, duket si fjalë. Që këta janë ata misvakat që I ka preferu pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe I ka preferu shariati. Por ndryshe kur flasim për misvakun e kemi për qëllim pastrimi I gojës dhe I dhëmbëve. Kur flasim për pastrimin e dhëmbëve, nuk është paqare vetëm pe kësaj forme. Hyn brushat, hyn pastrimi me mkesht, me ujë, po hyn edhe pastrimi me pallon. Shpesh herë njeri e vren me gjuhë dhëmbët e vet që kanë një tro pjesë të mbetjes së ushqimit ose ngjashëm. Me pallon hjekën ndoshta shpesh edhe më shumë se sa me forma tjera. E që komplet kjo, sipas mendimit më të zgjedhur që e kanë Hanbelit, por e kanë edhe ulemat disa bashkohor, atëherë kur flasun për misvakun, flasun për krejt çdo lloj pastrimit. Ulemat e trimit dhe të tjera ka thënë kur flasun për misvakun, flasun vetëm për pastrimin me misvak. Dakor? Sepse këtë është suneti. Çka është dallimi I këtij debati ose I këtyre dy menimeve? Dallimi është se ulemaja më hershëm e kanë llogarit bashkimin me sunetit shariatik edhe sunetit praktik të natyrshmërisë njerëzore. Kanë thonë masi natyra e njeriut e don me pastru gojën dhe dhëmbët. Shariati na ka përkufizuar. Dhe është kjo formë. Ndërsa Hanbelit e shohin që është ma xhan, edhe pse mendoj që edhe ulemat ma bashkëkohore llogaritin të njëjtën. Dhe çka thot pejgamberi alayhis salatu wasallam për këtë? Thot që laula an ashqa ala ummati sikur mos të kisha pas frikë. Sikur mos kisha pas frikë. Që me urdhënu me qëtë vepër, do kisha me ja ngarku shumë umetit tem. Sikur mos të kisha pas frikë, do kisha me ba. Cila është kja? Përdorimi I misvakut. Pra I bie që përdorimi I misvakut dhe I pastrimit dhëmbëve është sunet aq I fortë, sa që e mrin obligimin, po pej frikës që më na bë obligim, neve harrojmë, e lëmë anash, e himin gjëna, atë pejgamberi Zotit nuk na ka bë obligim, ose s'na ka urdhënu me ta, sepse kur të urdhënon bëhet obligim. Në rastin tjetër thotë es-siwaku matharatun lil-fami wa madatun lir-rabb, thotë përdorimi I misvakut ose I pastrimit brushave kështu me radhë është pastrim për gojën dhe është I dashur tek Zoti I gjithësisë. Kur përdoret misvaku ose ulemaj kanë përmend mas shpeshti, kur është mirë dhe sevap dhe e pëlqyeshme me përdor, e para për dyne është tek abdesi. Me konsenzus të krejt ulemave, është sunet dhe është mirë kur të merr njeriu abdes me përdor sivakun. E çka thamë është përdorimi I sivakut? Me pastru dhëmbët. Ulemaj kanë thonë këtë hen edhe nëse ti të marr abdes, I pastron edhe me gisht ose me diçka ngjashme. Andaj kur flasim për misvakun, mos I çelni me vetëm te forma e misvakut, por çelni me tek pastrimi I dhëmbëve. Kur ka thonë është koha në abdes,
Para abdesit, mas abdesit, ka thonë mas si ti pastroj durët. Pra kur fillojmë në abdes i pastrojmë mas pari durët deri nyje. Tani e pastrojmë gojen. E ka thonë kur i pastrojmë durët deri nyje, çat her pastroj dhëmt, tani e pastrojmë gojen, hunën edhe plotson abdesin. Kjo është forma që ka pajtueshmëri tek shumica e ulemave. Për jashtim të malikive. Pse për jashtim të malikive? Se kur flasim për abdesin, mas një dy tema, mas e teme kemi pa pastërti, tani kemi abdesin, malikit e kanë obligim, kur të pastrojsh një gjymtyr, me njerë me pastru tjetre, mos menon hapësirë kohore. E të ta ju prishë që kjo rënditje. Jo rënditja krejt, po koha. E ata nuk e kanë fut, me njerë pastrimit durve, misvakun, po kanë thonë mas. Por në shëtrimet e tjera thonë që ato e ka vend. Pra tek pastrimi i gojes. Me pastaj preferohet namaz. Ose nëse ki misvak, ose nëse ki diçka ngjashme para se me hije namaz. Pse me thonë ira? Më e mirë ose me largu irën e keqe. Gjithashtu për xhumo, dhe kjo është me konsenzus për shkak se në xhumo kërkohet pastërtia dhe ira e mirë. Gjithashtu në xhami, edhe kjo është e njëjtë me xhumo, sepse kërkohet me pas njëri pastërti trupore dhe kështu me radhë. Gjithashtu është e preferueshme kur lexon njeriu Kur'an, dhe është gjithashtu e lejueshme dhe nuk ka pengesë kur është njeriu agjërueshëm, sepse ka nevojë njeriu me stolis veten me erë, më të mirë. Gjithashtu kur hin njeriu në shtëpi, siç ka thënë Aisha radhiyallahu anha, që ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa ka një shtëpi e ka përdorur misvakun. Këto vende janë të preferueshme. Edhe është mirë njeriu me gati. Gjithashtu kur zgjosh me xhumi. Gjithashtu nëse ka pësu goja në i erë, ose me ushqim, ose me pije, ose në gjajshme, me një gati me njëherë, gjithashtu kur jenë prezencë me njerëz. Pra që mos me dal era e keqe. Cila është forma? I kemi dy pika. Çështja e animit ka ona e djathtë me onën e majt, e kjo është e natyrshme tek njerëzit, tek besimtarët. Mirë po ajo që është një debat i gjon sociale, moja ka për që kanë shkruar libra me ka 5-60 faqe, është çështja a me po përdorimin e brush dhe misvak me dorë djathtë apo me dorë të majt. Pse e kanë debatu? Ka dikush në ide pse është debatu? A me dorë djathtë a me dorë të majt? Sepse pastrimi zakonisht e bën me të majtën. Sepse na folëm tek herën e funit. Istinxhaja ose pastrimi nga nevojat fiziologjike, thamë që edhe njeri kur hin në xhami hin me djathtë ndel me të majtën, kur hin në banjo hin të kundërtën. Pra vendet që janë negative ose që hjeket pa pastërtia bëhen kësi forme. Tash ulemat kanë këtë debat. Pastrimi i gojës a llogaritet pastrim nga e dyta, a llogaritet stolisje. Pastrimi i gojës a është pastrim i hjekjes të keqes apo është marrjes të mirës? Të keqes. Po të negjis nuk jenë gojë. Këtë i kemi, Puna të gjinove. ja, këtë i kemi pra gjithherë në shariat dy rrugë. Largimi i të papastërtës dhe merrja e të pastërtës. Ndërsa tek çështja e përdorimit të misvakut, ulemaja thonë nuk e kemi këtë rregull hiç. Prandaj ulemaja kanë trajtu pak më ndryshe. Janë detyruar me trajtu më ndryshe. Se s'mënesh me thonë që është pej kondit t'jekjes të keqes. Po s'mënesh me thonë vetëm me i marrjes të mirës, sepse prapë ti me hjek diçka. Po ka thonë kjo është një praktik, e cila praktik neve na thotë që është e mirë me bë. Pse? Se pejgamberi tha sikur mos isha pas frish ju vjen rënd, edhe ja u ngarkoj, ju kisha obligu. Edhe tha Zoti e don, edhe pastrimi e kërkon. Kështu që është për gjërave të pëlqyeshme të mira dhe përdoret me dorën e djathtë. Tani e kemi në vazhdim shkurtimi i thajve dhe pastrimi i nyjeve, e që s'ka dyshim që shkurtimi i thajve është sunet dhe është praktik. Mirë po ulemaja thonë nuk kemi diçka të saktësume qysh me i bo përdorimin e shkurtimit të thajve dhe ku me i gjujt thajt, se ka thashe thome edhe në kalume në tashmen
jo mi shtin dheje, jo mi përdor shtu, jo mi përdor ashtu, po krejt janë këto dhona që nuk kanë asnjë bazë. E rëndësishme është me i nejt gati pastërtisë, sepse nën thu mbetet gjithherë pa pastërtia me mos çdo vend tjetër. Dhe kjo është ajo që intereson fesë. Gjithashtu pastrimi i nyjeve është i njëjtit lloj. Pra më nësi me u pastru. Dhe mbi krejt këta vlen ato fjalë të ulemave, prej tyne Ibn Arabi u thot kështu. Thot këto gjëra që u përmenden, sikur se thot hjeka e thajve ose shkurtimi i thajve dhe pastrimin e sjellave, shkurtimi kështu me radhë, thot këto janë veprime që nëse nuk i bajnë e prishin formën e llojit të Ademit alayhis salam, e lozës tina. Nuk përkojnë me njerën, me të birin e Ademit. Thot e qysh me përku me muslimanin? Thot prandaj thot na shohmi që kjo këtu e në obligim. Mirë, po na çka tham? Tham se grumbullimi i këtyre mendimeve të ulemave është në atë se deri 40 ditë je i lirë, por ndryshe mas 40 ditë himin që ndalesën se nuk përkan me muslimanin, prandaj është çështje prekse. Tjetra me radhë është nukja e çimeve të ndërsjellave, që nukja ose largimi ose kputja është me pëlqimin e këtë mëdhëve, këtë ulemave. Dhe kjo është baza. Kjo është baza. Mirë, po normalisht se qysh njeriu e bën, ulemaja kanë thonë është e lejueshme, dhe është sunnet me cilën do formë që ti e përdor. Ka njerëz që e bën me rrumje, ka njerëz që e bën me nukje, ka njerëz që e bën me lymje të diçkafit për materjes që bile vetë. Cilën do formë që përdoret, në shariat është e lejueshme. A ka naj preferencë? Po, ka preferencë është nukja. Por ndryshe, tjerat janë të lejueshme dhe s'ka diçka gabueshme. Pasoj na vjen el istihdad i kanë thonë, ose halkul ana. El istihdad është përdorimi i hekurit. Kush është hekuri? Aja rroja me cilën veprohet. Dhe kësi forme ja kanë lënë ulemoja emnin. Kush është istihdad? Përdorimi i hekurit. Çka kanë thonë? I rrojes. Dhe këta kanë pas si llakap, si shprehje për pastrimin e venave të toshme. Dhe gjithashtu, kjo është obligim dhe hyn atë që thanë me 40 ditë. Mirë po, ulemoja thonë pejgamberi alayhis salam ka bërë dallim. Kur ka folur për nësjetla ka thonë me i shkul, me i largu. Kur ka folur për vendet e toshme ka thonë me i rrujt. Pse? Sepse ndjeshmëria është asisaj. Dhe situata është asisaj. Mirë po ulemoja thonë me pastaj forma është e njëjtë sikur se tek rrumja e nësjetllave. Lejohet me çdo formë që e bën rrumjen ose largimin, për jashtim që ulemoja kanë shkruajt dhe kanë bërë dallimin, edhe këta jo të gjithë Hanbelit nuk pajtojnë me këtë meselë, po të tjerë pajtojnë, cila është ajo që te çështja e grave lejohet kputja. Sikurse në nësjetlla që kanë thonë. Lejohet zhdukja. Ndërsa tek meshkujt obligohet vetëm rrumja e atë kuzhinet, çimet ose papastërtia. Dhe në këtë kanë bërë një vrejtje, e që vrejtja është se nuk lejohet i huji ose personi tjetër me shikuna vrejtjen e tjetrit, por duhet që individi me e bo vetë, jo dikush me po vrejtjen e tjetrit,